10%. 20 vena i bjen që 10%. To unë disa herë kom thonë, edhe prapë potencoj që edhe në mesin e vendet të rezervume duhet të kem deputet për diasporën. T'jenë të rezervume edhe për 5 deputet, 3 deri në 5 deputet për diasporën, t'jenë në mesin, në kategorinë e këtyre pozitat të rezervume, se s'ka nevojë për Serb 10 vene të rezervume, ku Serb jetojnë në Kosovë 2%, edhe nuk është shumësia e 5% që të mi marrë 10 vene. Me që dolet tek minoritete, zoti Selishta, ndoshta një nga arsye që po tentohet që të pengohet formimi i institucioneve të reja është edhe fakti që nuk duan bëjnë asociacione. Asnjë nuk do ta marrë dorë, as opozita, as kurti. Jo, opozita, ne e kujtojmë asociacionin e vitit 2013, ku nuk ka qenë me kompetenca ekzekutive, po ka qenë me kompetenca të rezervume. Që të vonë prapë dikush tjetër do është me nënshkru për me marrë një vendim. Ndërsa me marrëveshjen e Ohrit, ky asociacioni ka t'i kalu për masat e Republikës. Të vonë është edhe 3 herë më i rrezikshëm se sa asociacioni vitit 2013, sepse në vitin 2013 e kem një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, realisht mes Prishtinës dhe Beogradit, si u kanë referu, edhe ku aty sheno ku gjitha e negocim i marrëveshjes që është bërë në fund ka shenu që prapë duhet konsultimi i gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese gjitha pikat ekzekutive ja ka menjanu, ja ka hjek të asociacionit të 2013-s. Përsa në marrëveshjen e Ohrit, ende ajo marrëveshje nuk është dërguar në gjykatën kushtetuese që me po çka ka drejtë dhe çka nuk ka të drejtë, në konform ligjeve edhe rregullave të Republikës Kosovës. Ne kuptojmë, unë prapë jam i thari asaj që ne shqiptarët kem nevojë me ndërtu një shtet pak më gjon, ku bashkëpunimin do ta kem drejt për drejt. Edhe më shumë se sa jem të hub kohë me këto minoritete që është e panevojshme. Domethënë, ne o kondohet me kërku pe Serbisë pas të drejta për minoritetin në Kosovë sa kanë të drejta minoritetit shqiptar në Lugin, në Serbi. Ajo që tha Bislimi dje në takimin e radhës. Bislimi dyshoj që ka pasën imunitet të diskutoj me zotërinë e Bashkimit Evropian, sepse ne kem detyrë në qeverinë e detyrë, nuk kem qeveri të votuar. Edhe secilin krye negociator duhet me votu në Kuvendin e Kosovës me një mandat caktuar. Zotëri Bislimi është një profesor i mirë, besoj që ka provu me vëmë atë mirën, po këto ditë kanë qenë disa vështirësi tjera, e dëgjoj për një agjencionit lajme që Kombet e Bashkuara kanë dërguar një email që për momentin janë pezullu aktivitetet e Kombet e Bashkuara me qeverinë e Kosovës si pasojë që nuk ka legitimitet qeveria e Kosovës. Po më duket e kishte mohuar, më duket këtë, në mos gaboj. Nuk e dim sa është e vërtet, po ka qarkullu në disa televizione nacionale që janë kredibile, po nëse nuk është e vërtet le ta demantojnë, domethënë para ato është demonti. Domethënë është lajmi dhe demonti. Nëse është i rrejmë është demonti. Po nuk pra unë mikut që është çuçi autoriteti i Kombeve të Bashkuara në Kosovë nuk pras diçka shumë serioze, sepse Kosovën asnjëherë nuk e ka pas fokus, me ka pas veç interesat që e zyrtarët vetë që kanë pas pakat të majme, sepse e kom jetu si i ri periudhën e unë mikut qeverisës Kombeve të Bashkuara që ka qenë Kosovë, asnjë vendim nuk ka qenë kredibil në favor të Kosovës, sepse ato e në ardhën i kanë pas misionet e caktuar, po nuk e kanë pas mision Kosovën, sepse gjithë domethënë narracioni i policisë që ka qenë aty kanë ndërthu një kaos së rrejshme në raport me ushtrinë qlirimtare të Kosovës, dhe djeme më të mirë që po provojmë na i denu në gjykatën speciale të Hagës. Si pasoj ato nuk kanë individ, po ata kanë qenë përfasues të ushtrisë qlirimtare, ndërsa nëse rastësisht ndodh më e keqja, aty denohet historia dhe lufta e lavdishme që është bërë përballë Serbisë, lufta e UÇK-s, dhe djeme më të mirë. E ato djemë më të mirë kanë qenë një përqindje shumë e vogël, 2%, ndërsa kjo pjesa tjetër që ne shqiptarët e kemë të njohur këtë fenomenin që ka bashkëpunëtor me armikun, e punojnë në dom të shtetit vet,
këta ka shfryzu një kohë gjatë disa shërbime që kanë qenë të UNMIK-ut në Kosovë për interesa të caktuara, realisht po shihet që kanë qenë interesa madhore ose më të rëndësishme për Rusinë dhe Serbinë, në favor të Rusisë dhe të Rusisë, kështu që ne shqiptarët e Kosovës, ne kufirit, ende përvojmë këtë kompleksin e që s'kem ditë mi shmu djemë që kanë bo më të mirën për vendin tonë. Edhe që do të bëhet. Edhe që ne duhet ja dim vlerën, rëndësinë e këtyre djemëve që kanë bo më të mirën për Kosovën, se kanë bo, ato djemë kanë bo në kushtet më të rënda që përballë një ushtrije që është trashëgimtare e Jugosllavisë me gjithë ata